Unë jam Mario Libashi, jam 21 vjeç. Vi nga Pogradeci, por banoj në Tiranë. Punoj në call center. Kam një traditë familjare në fushën e muzikës dhe në The Voice vi jo vetëm për të shfaqur talentin tim, por dhe të vazhdoj këtë traditë familjare. Babi im është këngëtar dhe kitarist në të njëjtën kohë, punon prej 25 vjetësh, merret me muzikë, me serenadat koçare, nëse shumë. Pasion tjetër përveç muzikës, kam dhe palestrën dhe besoj se forca dhe muzika më japin jetë. Tani që do në skenë, po më del vetja jashtë kontrollit, po më herët fryma dhe më dridhet trupi. Kam shumë shpresa që kjo gjendje do më kaloj sa po të marr mikrofonin në dorë. I'll get you through it nice and slow when the world's spinning out of control. Afraid of what they might lose, might get scrapped or they might get bruised. You could beg and what's the use? Try to score the moment of truth. Yeah, I'll get it if you need it. I search, you don't see it. You thirsty, I'll be ready. You get her, I'll take your pain. I know you don't believe it, but I said it, I still believe it. When you heard that's your you get worried, I'll be so I know you don't believe it, but I said it, I still mean it. When you heard what I told you, you get worried, I'll be soldier. My aim is so true. I wanna show you, I'll try forever. I'm never gonna say surrender. Da 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 da. Yes! Përshëndetje. Sa porcion të Jonita të në fund. Jonita, unë kam ditë njeri të mirë ty. Se? Ti ke katilë, më shele djalin me vujt deri në fund. Unë përshijoja. Që në fillim e pa pas butonin, dorën të butoni. Që në fillim që Po kërceja, teksa ti po këndoje. Po, kur sa i po vlonda aty, e i marrë i shkreti. Automatikisht ti je pjesë e skuadrës time. Është kënaqësi. Unë të përzjodha aty sepse ti ke karakter. Më pëlqeu shumë timbri yt i zërit, je shumë melodios, je i harmonizuar, edhe pse jo mund të punojmë shumë bashk, të gjejmë materialet e duhura për vokalin tënd, dhe mendoj që doja dalim. Mirë se vjen. Zysha këtu, hajde të zysha. S'ka problem. Shtrive, Një herë të vakasin me përqafion. U hutove komplet aty. Pak. E humbe komplet. Nuk besoj se do ta shtypte njëri butonin aty, Shumë urime. Bravo, mirë se erdhe në The Voice. E kupton Jonita Ishte që... emocionuar. E kupton që s'ka dosh marrë të ti. me vërtet? Pa i po maron të për i përqafim me Gencin. Jo, dëgjoj, është ajo Barcoleta që i thot ky, apo shkon në Amerika, kur shkon atje ka parë nëpër rrugë, nëpër tokë, edhe del këtu prej aeroportit, isha $100, thotë hajt se jam shkoj të njerë të ndreqnat, ti paloj teshat, mandej filloj me mbledh. Edhe ky ka thonë, hajt se kena unë përqafu gjatë provave. Rrugë, sa ty kam Joniden.